Kthehemi tani për të përgatisur një tjetër recetë, qepujka siç tham, i lexojmë një herë produktet, meqense janë dhe minutat e fundit, është fundi i gatimit për sot. Si është kjo recetë? Çfarë përmban tjetër? Qepujka, të cilat Albana po i ka urdhis pak, po i zbut, duke i shtuar dhe karotat e prera. Por e lexojmë fillimisht recetën se çfarë përmban ajo tjetër. Qepujkat do t'i zgjidhni, do t'i qëroni një shpëlarje të mirë, i të lëmë të kullojnë, të thajem pak dhe i kavardisim, i tiganisim. Qep të vogla ose qepujka, me mirat mirave qepujkat, karota, kërpudha, dhe qepujkat me kërpudhat shkojnë shumë në gatim, gjethe dafine, vaj ulliri, krip, piper i zi, majdanozi grir dhe lëng limoni në fund fare për të rregulluar shijen. Kështu kemi filluar me tiganisjen e tyre. Sa janë ngrohur, zbutur pak. Direkt shtoj kërpudhat. E dim që kërpudhat e kanë qef yndyrën. Kam lëngun e limonit. Dhe do lëng. Kështu kemi dhe aceto pak, lëngun e limonit. Pra, ju mund t'i shuani me verë, por ju e pa që unë nuk shtova, nuk vra sheqer tek qepujkat. Qepujkat që të karamelizohen duan sheqer. Dhe për ta zëvendësuar ju shumë mirë mund të shtoni në arden, që të dëshironi ju. Unë kam pak në arden këtu, që të jem më pro familjeve. Jap një kaurdisje të mirë, duke e ndihmuar krip dhe mas piperi. Shikojmë edhe byreku Niki. Shumë i mirë, po ja të mbarojmë pak me recetën dhe do t'ja u sjell shikuesve tanë që ta shohin nga afër. T'i lëmë edhe kohën. Shumë mirë mund të shkoj me tartuf. Tartufi vetë është kërpudh dhe janë të dyja klasifikohen në një familje dhe i shkon shumë mirë, por nuk i shkon qepujka, prandaj dhe nuk vendosar tartuf. Do të shtoj këtë masë. Më ndihmon në karamelizimin e qepës. Në Arden, jo? Po. Pra të shkoj me produktet tona. E kam thënë disa herë, ADN-ja jonë është e përgatitur për produktet tona. Jo në vite, po në shekuj, jo në vite. Dhe pasi janë tiganisur mirë, do të shtoj lëngun e limonit dhe derisa bëhen bimët, pak nga bimët aromatike. Ishte pak rozmarin, se i shkon edhe të dyjave, pak majdanoz ndoshta. Ja të marrë dhe një gërshër. Në prerjen e qepujkës, që qepujka mos të hapet, sepse vërtet ajo nuk është e bukur e këndshme, është gjithmonë maja e qepujkës, ta tregoj, nga që tani është i bërë gatimi. Maja e qepujkës që është kjo e tilla, nuk pritet që të kapet feta pare, dy të thjesht, vetëm sa preket, sa pastrohet, që ndronë sërisht, ajo nëja lidhse me disë fletve. Me atë shijen dhe aromën e mirë, dhe kemi vazhduar me... E largojmë
tiganisjen tjetër të qepujkave, karotave, kërpudhave, majdanos, sigurisht edhe disa fije nga rozmarina për t'i dhënë aromë të mirë dhe shije të kombinuar mirë. Lëngun e limonit që e shuan dhe i banë të buta, e po ashtu i rrit edhe më shumë vlerat e tyre. Dhe këto ishin pra recetat. I gjeni sigurisht të përshkruara në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli. Mund të na bëni dhe aty subscribe. Vazhdojmë të rritemi, të jemi një komunitet i madh, ku ndajmë këshilla me ekspertët, ku gatuajmë dhe sigurisht marrim shumë kënaqësi nga komentet tuaja. Të lumshinduar. Faleminderit. Nesër me recetat të reja do të jemi në kuzhinë. Së bashku shkëputemi, takohemi në Bima dhe Shëndeti.